Në një ceremoni madhështore në qendrën kulturore Nën Tereza të Kishës Katolike Zoja Shkodrës u qel edicioni i parë i Albanian Book Fest, një nismë e Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra në bashkëpunim me shoqatat kulturore, shkollat shqipe dhe klubet studentore. Festivali mlodhi 26 shtëpi botuese, 230 autorë shqiptar, 3000 titull librash, duke krijuar një atmosferë të pasur kulturor për komunitetin shqiptar amerikan. Dom Pjetër Popaj në hapje përshëndeti organizimin të bekoi iniciativën që synon të kthehet në traditë vjetore. Kryetari i Vatrës, doktor Emil Berisha, falenderoi botuesit dhe autorët pjesëmarrës, duke veçuar Bujar Hudrin, Onufri dhe Frano Kullin Gjergjfishta. Ajo shprehu mirënjohje për komisionin organizator, doktor Pashko Came, doktor Paulin Markus, Kolpa, Eli Cubi, duke theksuar se Vatra do mbështes në mënyrë të qëndrueshme këtë ngjarje. Ambasadori i Shqipërisë në Washington, Ervin Bushati, vlerësoi rolin e Vatrës në afirmimin e librit shqip në diasporë. Bujar Hudri nënvizoi rëndësinë që letërsia klasike dhe ajo bashkëkohore të jetë aksesueshme për shqiptarët kudo që jetojnë. Në të njëjtën linjë, Frano Kulli foli për sfidat në tregun e librit, ndërsa doktor Paulin Marku theksoi domosdoshmërinë e botimeve për fëmijë në diasporë. Gazetari Jack John Lekaj theksoi nevojën e shpërndarjes së librit shqip në institucionet amerikane, ndërsa doktor Pashko Came, një nga iniciatorët kryesorë të festivalit, rrëfeu rrugtimin e krijimit të kësaj ideje si një ngjarje kulturore mbarkombëtare që bashkon shqiptarët përmes librit. Ngjarja u pasurua me këngë dhe va dhe recitimi nga nxënësit të shkollës shqipe Gjergjfishta, grupi Rozafati dhe ansambli Barbana.